në etiket janë të përshkruara të gjitha emri produktit, përbërësit, çfarë do lloj, data, jetëgjatësia e përdorimit, çdo lloj gjëje. Dhe ajo çfarë unë do thoshja tek etiketa, prej 2020-s është një risi që unë do ta konsideroja risi, që në etiketën e produktit janë shkruar edhe ato çfarë ne na dëmtoj shëndetin, që janë vlerat ushqimore, edhe ato çfarë na bëjnë treguesit alergjik. Ato çfarë ne na bëjnë alergjik ndaj një produkti. Për shembull, nëse një produkt ka në përbërje vezë, ai nuk, dhe nga veza ai ka reaksion, e ka të shënuar tek etiketa dhe është e përcaktuar, e kanë detyrim ligjor operatorët e biznesit ushqimor që të përcaktojnë të gjitha vlerat ushqimore, të gjitha parametrat fiziko-kimik, gjithmonë fiziko-kimik, sepse një produkt që etiketohet, paraprakisht ai analizohet.